funduar me drejtor, I ka thirrur më lahor na vizitu. Po gjithmonë ekziston hera e parë. Atë kjo është organizatë e madhe, disa dhe mjaft komplekse kështu. Ideja jonë është kryesisht me ndryshe sa qasën që kam pasur edhe pak bizneset për atë që atë kjo është vetëm me ndëshku. Ideja është me pas që realisht cilat janë sfidat e biznesit se na jemi shërbim publik. Normalisht taksat I mbledhen që na u ka dhënë detyrë shtetërore dhe ajo çdo shmangje pi ligjit sikur ju sikur na, japën përgjegjësi. Ka ngjyra, ka nuanca që mund të bëjë njëri edhe punën publike pak më të mirë. Domethënë mos me pa biznesin realisht vetëm si mënyrë për me ndëshku, po me pa më shumë cilat janë këshillat që mund me afru që bizneset më kanë të vullnetshëm me deklaru sa më mirë më lehtë. Se përgomi se thash, ju ne kemi kriju qatë distancën dhe na gjithmonë ju na kemi fol pinadet, na kemi qyrë poshtë. Është mirë më ullë dhe me fol në mënyrën e drejtë dhe me qitë na probleme në tavolinë, edhe na me pa bizneset me ju me pa një partneritet. Për me gjyku drejt si administrata timore dhe me ditë pak edhe sfidat cilat mund një pas biznes. Na I kemi do falë problemet vogla që me juve që janë shumë të realizueshme lehtë. Kur vije një biznes I madh dhe përkit në atë kë, është një çështje serioze. Edhe na, nëse nuk kemi kohë me I dediku një çështje serioze, na I bie që po punojmë natë në rashtetin. E kam një klasit veçantë që kemi zgjedhur kohën, që menjën ka shumë na vizitu. Na I kemi marrë një iniciativë me dalë me I pa bizneset jo realisht me pa veç sa paguajnë, por ka herë edhe me ndëgju hallet me pa cilat janë problematika që I kanë e çfarë mundemi me bëhe me ndihmu nëse atë këtë. Pa ullë, pa bisedu, sigurisht edhe ju nuk keni njohuri rreth problemeve tona, po dhe shka ju ofroni mujna dhe namës me qanë këtu. Një për problemeve që vazhdimisht kompanitë e derivateve është ky udhëzimi administrativ për humbjet në peshë kallët e këtu dhe pas mujt që të udhëzim me shi për para që file në këtë mandat e mujt që ajo mu aprovu sa në shkakton humbjet të mëdhaja jo veç neve si hip, po edhe për çat kompanive tjera. Natyrisht janë bërë lehtësime të mëdha lidhje me deklarimin viteve të fundit, do të thotë tani është kënaqësi që deklarimi I tatimeve e kontributeve të gjitha bëhen mirë online dhe bëhen shumë shpejt. Kjo është një meritë ATK se pa diskutueshme. Problemi kryesor në Hotel Emerald është çështja e konkurrencës jo lojale. Na natyrisht jemi biznes me 100% deklarim, ndërsa konkurrentë tonë ju e dini sa motele e salla dasmash e tjera ka gjithandaj të cilat nuk jemi të bindur, shojnë në kupona fiskale e çoj deklarojnë gjitha. Me një farë mënyrë po jemi të goditur në aspektin e konkurrencës jo lojale. Ekonomisë, hotelerisë dhe turizmit kishte bërë mirë me mendu diçka në zbritje të vëshos për këtë lami, sepse siç po shihet krejt rajonin është shumë e ulët se tani. Si vjet për herë të parë kemi krijuar edhe një ekip të vizitave, që jo detyrimisht veç kontrolla ka me pas në departamentin për tatim pagues ndaj, po ka me pas edhe vizita qoftë nëse këto vizita janë me kërkesë të biznesit që kanë ndaj problematik, qoftë nëse ka nevojë atë kë me bëna një vizite të shkurtë jo detyrimisht kontroll. Pra, që të çastin që po dohem me kanë më shumë këshillëdhënës, shërbime, këshillëdhënie, më pak kontrolla, është të shkuar në harmoni me ndryshimet që I bëjmë. Po nisë edhe prej vetes si drejtori ATK-s me këtë fillim që ku marrë mandatin, po du me I pa dhe brengat e biznesit që I kanë. Këto bizneset që kalojnë dhe me thonë, në dhe në shmojnë, me thonë, jo legale, aspet dhe me ositojmë në popullin zezë, dhe bojnë televizën zezën, që dhe në bojnë sfit neve, është një biznesit mesëm ose I vogel, në në gjenë që ashtu në qasi vë, po kur po vjen punat e konkurenca, I përba problem. Unë besoj që sfidat I kemi të ndryshme, po qëllimin e kemi të përbashkët. Me një ekonomi të zhvilluar të drejtë, edhe jo mund me punu më lehtë, edhe na mund me inkasu më lehtë. Bashkarisht kontribojmë në to edhe në luftimin e ekonomisë formale, çfarë është problem për neve, është problem edhe për ju.